Ujëra të zeza që derdhen në sipërfaqe dhe punimet e lëna për gjysmë. Rruga hyrëse në pallat është improvizuar nga vetë banorët. Kjo është situata aktuale në atë që njihet si Pallati Hoxha në lagjen numër 18 të qytetit të Durrësit. Ndërsa 3 muaj para ndërhyrjes, situata ishte si në këto pamje filmike që News 24 po transmeton. Ndërhyrja e realizuar, e cila konsiston në një brez betoni që rrethon pallatin dhe vendosjen e pllakave të reja në shesh pushimet e shkallëve, nuk i ka dhënë zgjidhje shqetësimit kryesor të 30 familjeve që banojnë aty. Banorëve duhet të bashkëjetojnë me erën e rënd të ujrave të zeza dhe lagështirën e krijuar brenda banesave të katit të parë. Para se të bëheshin zgjedhjet, u rehabilitua pjesa e ujrave të zezave te pjesa poshtme, ndërsa pjesa mbrapa ka ende problem. Në momentin që të bjerë pak shi, po edhe kur nuk ka shi, ka ujra zeza në sipërfaqe. Ka rreth një vit kjo punë. Bile unë ujra kam në këtu poshtë. Po ja, shkallën për shembull, se kam vë siç duhet. Shesh pushimet si kam vë, badiskopët ana si kam vënë, kam vë pllakën e mermerit edhe gjë tjetër jo. Ajo bëhet tamam, mos bëhet fare. Edhe shesh pushim këtu për jashtë asnjë gjë, asnjë festim s'kam vë. S'kemi fonde, thash, shkoni vetë ankojit të bashkia. Ky pallat 5-katësh është në nivel dhe kërkon një ndërhyrje të specializuar për rehabilitimin e kanalizimeve. Pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, godina rezultoi me dëmtime të shkallës DS3 dhe në të është ndërhyrë 2 herë, por familjeve nuk u është dhënë asnjëherë sqarime teknike se kur do të realizohej rikonstruksioni i pallatit. Në ndryshim nga e gjithë zona përreth që njihet si fusha e RR-s, ku është bërë një rehabilitim i plot jo vetëm i godinave kolektive, por edhe hapësirave publike rreth e qark pallateve. Në Pallatin Hoxha gjithçka është lënë në mes. I vetmi apeli banorëve është sistemimi i plotë i kanalizimeve.